Bashkia e Durrësit ka nisur përgatitjet për vendosjen e parkimit me pagesë në disa nga akset më të frekuentuar të qytetit. Punimet e para janë përqendruar në rrugën e Surrileve, nga zona Abryli deri në Surrila, si dhe në rrugën e Plazhit, nga ura e Elanit deri në Prepa. Në këto segmente është realizuar sinjalistika horizontale, duke përcaktuar hapësirat që do të shërbejnë për parkimin e automjeteve. Megjithatë, ende nuk ka një njoftim zyrtar se kur do të nisë zbatimi i pagesave për përdorimin e këtyre vendeve të parkimit. Paralelisht, bashkia ka përfunduar dhe infrastrukturën në disa parkingje publike që pritet të kalojnë në sistemin e pagesë. Në hyrit e tyre janë vendosur trar dhe pajisje përkatëse të kontrollit, por pavarësisht investimeve të kryera, tarifikimi ende nuk ka hyrë në fuqi. Burimet jo zyrtare sugjerojnë se aplikimi i parkimit me pagesë mund të shtyhet deri pas përfundimit të sezonit turistik veror, periudhë gjatë të cilës qyteti përballet me fluks të lartë vizitorësh dhe kërkesa të shtuara për hapësira parkimi. Mungesa transparencës dhe një kalendari të qartë nga institucionet vendore ka lënë qytetarët në pritje të informacioni zyrtar, ndërsa bashkia argumenton se sistemi synon të sjellë më shumë rregull dhe menaxhim të hapësirave publike, mbetet për të parë se si do të pritet kjo masë nga banorët e qytetit. Për shumë qytetar, parkimi me pagesë kthehet një kostë shtesë të përditshme në një kohë kur shpenzimet familjare vijojnë të rriten. Pyetja që shtrohet është nëse shërbimi që do të ofrohet do ta justifikojë barrën e re financiare që pritet të transferohet për dorëzuesët e automjeteve.